Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, ministri Tauland Balla, thotë se ankimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve bëhen vetëm nga partitë politike, duke komentuar kështu kërkesat e depozituara nga kandidat për deputet të PS-s, të cilët pasi nuk fituan një mandat kërkuan pamjet filmike. Secili ka të drejtë për të kërkuar për të bërë transparencë përfal parashikimeve të vendosura në kodin zgjedhor, nuk është koqëzë që të bëjë transparencë të këtij procesi. Të gjitha palët që kanë pretendime ka një mënyrë se si bëhen këto. Kodi zgjedhor parashikon që partitë politike mund të bëjnë ankesë. Transparencën më mirë se sa e ka bërë KQZ-ja nuk e bën dot askush, u shpreh Balla. Etilda Gjonaj dhe Xhemal Qefalia kanë bërë hapa pas pasi kanë tërhequr kërkesat e tyre për të marrë pamjet filmike nga KQZ për numërimin e votave, por kandidatja Blerina Gjylameti nuk ka hequr dorë nga betejë e saj dhe ka marrë në dorë pamjet filmike të procesit të numërimit. Kryetari i partisë Edi Rama ka kërkuar që kandidatët humbës të tërhiqen nga një kërkesë e tillë, pasi kjo do të thotë të hidhet hije mbi njerëzit e PS-s që kanë qytetruar pafundësisht sipas tij në përtyreza numërimi e që nuk e meritojnë kurkund një hije të tillë dyshimi për kontributin e tyre të madh.